Dëshira më e madhe e kësaj popullate e këtij mjerimi është, po nëse na jepet një mundësi dhe të punojnë politikanët sa më tepër, sa më shumë, me gjithçka të përdorin forcat e tyre, të jemi të bashkuar me Kosovën dhe Shqipërinë. Institucionet tona që nga viti 2000, gjatë mas përfundimit të luftës, ishte diçka për ta pëlqyer. Ata shka punojshin për komunën e Preshevës dhe Bujanosit, në tërësi për popullatën. Mirë po me kalimin e kohës, Serbia si Serbia është mashtruese, mashtron dhe traditat tona shekullore ekzistojnë në Preshevë dhe në Bujanos. Si në darsma, si në ahenge, si në çfarë do të jetë, sportive, kulturore, artistike, gjithnjë janë aty. Të dashur miq, jena këtu në Preshevë edhe sot rastisht e kena taku personin më të mirë të këtij vendi. Përshëndetje. Përshëndetje, Ju jeni? Gjithashtu. Unë jam Rakmi Bajrami, fshati Rajinc, komuna e Preshevës. Qysh është jeta në Preshevë? Jeta në Preshevë jo dha që mirë, është e komplikume, po ajo shko është ma e dopta dhe ma e keqe rinia nuk kanë ku cilën, nuk kanë ku të zhvillojnë aktivitetet e tyre. Është shumë problematike jeta këtu te ne. Çka kanë bërë institucionet për mirujt këtë popullsi të kësaj pjese? Institucionet tona që nga viti 2000, gjatë mas përfundimit të luftës, ishte diçka për ta pëlqyer. Ata shka punojshin për komunën e Preshevës dhe Bujanosit, në tërësi për popullatën. Mirë po me kalimin e kohës, Serbia si Serbia është mashtruese, mashtron dhe unë për vetis që kum pasi një luftar jushtrimtare për Preshevë Medveq Bujanos dhe ma shumë, nuk jam i kënaqur me ta, pra ne dorëzohemi shumë lehtë. Je pjesëtar i veteran i luftës. Ashtu që po. Edhe sot i harruar nga institucionet, qoftë shtetërore të Kosovës, qoftë të Preshevës. Sa i përket Kosovës, Kosova ka interes për neve, jo vetëm se për veteranët e luftës, por në tërësi për komunën e Preshevës dhe Bujanosit, për këto dy popullata të mjerueshme. Mirë po, aq sa mundin aq edhe bojnë. Po më intereson edhe një pjesë, sa janë rujt traditat, qoftë dasmav, qoftë gjithçka, do me thonë traditat tona shqiptare, shekullore, sa i keni rujt? Dasmat këtu bëhen? Dasma këtu bëhen, ashtu si bëhen në Kosovë, Maqedoni, Shqipni, po këto janë rujt e na dhe nuk guxojmë t'i lejojmë. Nuk lejon kjo popullat bashkë edhe të binë këto aq shumë poshtë. Kjo kulturë, kjo edukat është në nivelin e lartë. Dasmat janë shumë interesante këtu te ne. Patën, s'patën, po ajo nuk humbet dhe nuk e humbim. Do me thonë i keni rujt traditat? I kem rujt dhe do t'i rujmë edhe më tutje. Po veshjet kombëtare, sa pishfaqni, sa piruni, qoftë ushqime tradicionale, qoftë veshjet, qoftë traditat tona shekullore. Traditat tona shekullore ekzistojnë në Preshevë dhe në Bujanos. Si në darsma, si në ahenge, si në çfarë do të jetë, sportive, kulturore, artistike, gjithnjë janë aty. Pa to nuk dalim ne. Okej. Po aso ju lejojnë institucionet që janë prej regjimit sërb për mi shfaq ato, për mi rujt ata? Nuk marrim vesh na, nuk ndëgjojmë në atë, se ato janë tonat. Janë t'juve? Ato janë tonat dhe i rujmë, dhe kemi me rujt gjithsesi. Çfarë mesazhi ju kishe dhënë gjithë njerëzve kudo që janë? Mesazhi më i rëndësishëm, dëshira më e madhe e kësaj popullate e këtij mjerimi është, po nëse na jepet një mundësi dhe të punojnë politikanët sa më tepër, sa më shumë, me gjithçka të përdorin forcat e tyre, të jemi të bashkuar me Kosovën dhe Shqipërinë. Atë do të jetë. Edhe na besojmë që dhe shpresojmë që një ditë do të jena bashkë edhe me juve. Shumë faleminderit, kom derin, respektin ndaj juve që ishit sot këtu. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Shumë faleminderit gjithashtu. Gjithashtu. Kalosh mirë. E ju të dashur miq që rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Kosova Info prej Bujanovcit, rrini me neve. Faleminderit shumë.